Aleanca për Armërinë e Kosovës, si njëri nga partnerët e opozitës bashkuar për këto dy tema, e sot konfirmon se do të vazhdoj pa lëkundshëm kundërshtimin e marrëveshjeve në mënyrën si është bërë deri tani, edhe në parlament, edhe jashtë parlamentit, po ashtu përkrahje të deputetëve në seancë, pra jashtë parlamentit, por ka edhe një risi, do të fillojmë edhe me manifestime në qendrat Kosovës. I pari vjen këtë shtunë, pas shtunën që po vjen, Gjakova manifeston kundër marrëveshjeve në ora 13 pra ndje, opozita e bashkuar do të prezanton atje deputetët, me qenë se siç po na thonë jemi të vetë suspenduar, vetë përjashtuar, atëherë ne do të drejtohem qytetarëve. Përderisa zoti Kurti ka vazhduar me mbajt fjalimin, fjalimi u zgjat, edhe isha me fëmijë, pjesa kryesore të ubimit u realizu, pra nuk ishte më e rëndësishme qëndrimi i martell, ndërsa sa i përket sulmit që ka ndodhur, pra një invazioni ashtu ta quaj policor në serinë e vetëvendosjes është i papranueshëm, ose çka e pa parë një parti politike tonë mu arrestu. Ne kemi pas një akordim që nuk do të reagojmë ditën e festës. Kemë thonë që në asnjë variant nuk do të turprojmë festën, ka qenë qëndrim i përbashkët të cilin edhe unë e kam respektuar. Pra nuk ka pas me ndodhur asnjë reagim, çkado që të ndodhë nga ana policisë atë ditë. Dialogu është dhëri i mesharë, unë mendoj se marrëveshjet duhet anulohen. Pra kërkesat tona vërtet janë thjeshta, sinqerta. Anulimi i versioneve ekzistuese të tyre dy marrëveshjeve. Kjo është dalja. Ne kemi thonë se si opozitë në vazhdimsi që jemi të gatshëm për dialog, po për dialog për anulimin e marrëveshjeve, jo për një dialog që to me u fuqizu. Pra kundërshtojmë dialogun e cili është instrument i fuqizimit të marrëveshjeve.